Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum, mirë se takohemi së bashku në ditët e ndryshimit. Shkoi edhe kjo ditë e Ramazanit dhe kështu po takohemi që trajtojmë një temë tjetër që shpresojmë do të ndikojë për të ndryshuar vetët tona në Ramazan. Sigurisht që dashuria është shumë e rëndësishme të jetë në mesin ton kudo që jemi, por ja që ndonjëherë, ndoshta edhe shpeshherë, urrejtja gjendet në mesin e njerëzve. Për të biseduar më gjerësisht rreth kësaj çështje, do të flasim sot me Hoxhën Ismail Bardoshi. Hoxha, selamun alejkum, mirë se na ke ardhur. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, mirë se u gjetë. Kemi nderin që sot ju kemi në emision. Faleminderit. Hoxha, fillimisht na thuaj se çka konsiderohet sipas fesë islame normalisht dashuri dhe urrejtje. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi. Lavdia I takon Allahut të lartësuar, lavdrimi dhe paqja qofshin të dërguarin Allahut Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Dashuria është një gjendje shpirtërore dhe urrejtja është një gjendje tjetër shpirtërore përkundërt me dashurinë. Allahu I lartësuar I ka bërë njerëzit të tillë me dashuri dhe me urrejtje. Së pari, muslimani duhet që të ketë dashuri për Allahun, pastaj dashuri për ata njerëz të cilët I do Allahu dhe për ato gjëra të cilat I do Allahu, për punët që I do Allahu, punët e mira, dhe për moralet të cilat I do Allahu, moralet e mira. Dhe nga ana tjetër duhet të ketë urrejtje për kundërshtarët e Allahut, siç është shejtani dhe të tërë armiqtë e Allahut të lartësuar ose kundërshtarët e Zotit. Duhet të urrej punët e këqija, sepse ato I urren Allahu I lartësuar, duhet që të urrej dhe sjelljet e këqija, sepse ato I urren Allahu subhanahu wa taala. Po mirë, Hoxha, çka do të thotë dashuri për hir të Allahut? Sepse dashuria është koncept I gjerë, po tani do ndalemi tek dashuria që bëhet vetëm për ta kënaqur Zotin. Dashuria për hir të Allahut do të thotë që njeriu nëse do tjetrin ta dojë për hir të shpërblimit të Zotit, arritjes së kënaqësisë së Allahut të lartësuar dhe jo për një interes dynjaje. Për shembull, dikush ta dojë tjetrin për shkak të postit që ka sepse arrin ndonjë përfitim, ose mund ta dojë tjetrin për shkak të pasurisë. Ndërsa dashuria për hir të Allahut të lartësuar do të thotë që njeriu ta dojë tjetrin me pastërti pa ndonjë interes. Largoj interesat. Po, ndaj në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka përmendur 7 kategoritë atyre njerëzve të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar, wa rajulani tahabba fillahi, dhe 2 njerëz të cilët e duan njëri tjetrin për hir të Allahut dhe vazhdojnë me dashurinë për hir të Allahut derisa I ndan ose vdekja ose shpërngulen nga njëri tjetri. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se Allahu I lartësuar ka thënë: "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya." Do të arrin dashurinë time, ka thënë Allahu I lartësuar, ata të cilët e duan njëri tjetrin për mua, e vizitojnë njëri tjetrin për mua, ulen me njëri tjetrin për mua, domethënë për hir të Allahut të lartësuar dhe I dhurojnë njëri tjetrit po për hir të Allahut subhanahu wa taala. 3 gjëra nëse njeriu I ka, do të arrijë ta përsos imanin, thotë një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam dhe aty përmendet wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe nëse e doj njëri ta doj atë vetëm për hir të Allahut të lartësuar. Një burr, siç tregon Abu Huraira një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ishte nisur për të bërë një vizitë një miku të tij në një qytet tjetër. Dhe Allahu I lartësuar si vlerësim për këtë punë të mirë të këtij njeriu I dërgon një melek në rrugë. Dhe e takon meleku ju shfaq në formë burri. Edhe I thot për ku je nisur, tha jam nisur të bëj vizitë një vllajit të tim për hir të Allahut, kjo është e rëndësishme për hir të Zotit, tha. I thot, a ke ndonjë interes ke ky njeri? Tha jo, por un jam nisur të bëj vizitë për hir të Allahut. Po tha, un jam I dërguar I posaçëm nga Allahu I lartësuar për ty, të lajmëroj se Allahu të do ty ashtu sikurse ti e ke dashur këtë njeri. Pra po fitua ka dashurinë e Allahut nëse e duam dikend vetëm për atë të Zotit. Hoxha, kur e duam dikend, a duhet t'ja shprehim dashurinë? Po. Qofse e duam një njeri
udhëzimi i profetit sallallahu alaihi wasallam është që ne t'ia shprehim atij dashurinë ndaj dhe i dërguari Allahut Muhammed alayhi wasallam diçka të tillë ka praktikuar edhe vet. Muadh ibn Jabal ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam e ka kapur për dorë, domethënë profeti ka kapur për dorë Muadhin dhe i ka thënë atij: "O Muadh, unë të dua. Inni uhibbuk, unë të dua. Ndaj mos harro ose mos lër të thuash në fundin e çdo namazi: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." O Allah, më ndihmo të përmend ty, të falenderoj ty dhe ta bëj në mënyrë të përsosur adhurimin ndaj teje. Kjo është një lutje që bëhet para selamit në fundin e namazit. Profeti, një burr ishte duke ndenjur me të dërguarin Allahut profetin sallallahu alaihi wasallam dhe kalon një tjetër. Dhe ky që po rrinte me profetin thotë: "O i dërguari i Allahut, unë e dua këtë person që po kalon." Profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë: "A e ke bërë me dije se ti e do?" "Jo," tha ky. E profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Shko dhe bëje me dije." Shkon ky dhe i thotë: "Inni uhibbuka fillah." Tha: "Unë të dua për hir të Allahut." Profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë: atëherë ky personi ja kthen i thotë: "Ahabbaka alladhi ahbabtani lah." Të dasht Allahu për hir të të cilit ti më ke dashur mua. Dhe në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që nëse e duam një njeri, ta njoftojmë atë që ne e duam. Idha ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Nëse dikush e do vëllain e tij, le ta lajmërojë se e do. Në një tregim sillet se Ebu Idris al-Khawlani ka hyrë në xhaminë e Damaskut. Ebu Idris al-Khawlani ka qenë njëri nga tabiinët dhe aty shikon Muadh, shikon disa njerëz, rrotull një personi, pyeti se kush ishte ky person, të cilin e pyesin ata për çështjet e fesë, thanë ky është Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dhe thot ditën e nesërme shkoi herët në xhami me qëllim që ta takoja. E gjeta Muadhin duke falur namaz, ma kishte kaluar, kishte shkuar më përpara thot në xhami. Dhe mbasi mbaroi namazin, i dhash selam, ma ktheu selamin dhe i thash: "Unë të dua. Inni uhibbuk." I thash: "Të dua." Tha: "Betohesh në Allahun se më do?" Thash: "Po." Atëherë tha: "Më tërhoqi drejt vetes edhe më tha: merre lajmin e gëzueshëm." Se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu i lartësuar ka thënë: wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya." Kan për të arritur dashurinë time ata të cilët e duan njëri tjetrin për mua. Po, kur e dim se kaq rëndësishme është dashuria për hir të Allahut, si duhet ta ruajmë dashurinë që kemi për tjetrin? Për të ruajtur dashurinë dhe për ta shtuar atë, së pari duhet që njeriu të përmirësojë lidhjen me Zotin, se faktikisht gjithçka është në dorë të Allahut dhe zemrat e njerëzve i rregullon Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Me të vërtetë ata të cilët besojnë dhe bëjnë punë të mira, Allahu i lartësuar do të bëjë që njerëzit e mirë apo robërit e Allahut ta duan atë. Kush ka besim tek Allahu dhe kush bën punë të mira, kanë me dashur njerëzit e mirë, siç kuptohet nga ky ajet i Kur'anit fisnik. Që e para gjë që duhet të ketë parasysh njeriu është që duhet që me bër punë të mira në mënyrë që njerëzit na duan dhe punët e mira duhet i bëjmë për Allahun e lartësuar. E dyta është sjellja e mirë, të sillemi mirë me njerëzit, me të tërë kuptimin e gjerë të kësaj fjale, mirësjellje, do të thonë të jetë njeriu i çiltër me njerëzit, të jetë durimtar, të anashkalojë gabimet e tyre, të mos i lëndoj, të mos i mundoj, të mos gjurmoj të metat e tyre, të jetë bujar, të jetë shpirtmirë, të jetë tolerant, të jetë i turpshëm. Nga ana tjetër, pra duhet që të sillemi mirë me njerëzit, ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "El mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khayra fi man la ya'lafu wa la yu'laf." Besimtari i do të tjerët, familiarizohet me ta dhe nuk ka mirësi në një njeri që nuk i do dhe të tjerë dhe nuk e duan, që nuk ka afrimitet me të tjerët dhe të tjerët nuk kanë afrimitet me të. Këto janë dy gjëra të përgjithshme. E treta është çiltërsia, të këshillojmë të tjerët me çiltërsi. E katërta është dhënia e selamit. Të përshëndesim njëri tjetrin me selam, ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Është për obligimin apo jo kjo? Dhënia e selamit është një punë e pëlqyeshme, ndërsa pritja e selamit është detyrë, por padyshim dhënia e selamit forcon dashurinë
e shton dashurinë mes muslimanëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë len tadkhulul jannata hatta tahabbu. Nuk keni për të hyrë në xhenet derisa ta doni njëri tjetrin. Nuk keni për të bërë besimtar të mirë derisa ta doni njëri tjetrin dhe nuk do të arrini të përcosni besimin derisa ta doni njëri tjetrin dhe ato tregoj diçka të cilën nëse do ta bëni do të keni dashuri për njëri tjetrin, efshu selam e bejnekum, jepni selam njëri tjetrit. E pesta është dhënia, është dhuratat. Shkëmbimi i dhuratave forcon dashurinë dhe krijon dashuri mes vëllezërve, mes muslimanëve. Profeti ka thënë në hadith të saktë, tahadu tahabbu, i jepni dhurata njëri tjetrit në mënyrë që të shprehni dashuri për njëri tjetrin apo që të keni dashuri për njëri tjetrin. Dhe shkëmbimi i dhuratave ka ndikim dhe në largimin e urrëties, smires, problemeve, zënkave, sepse është simbol apo është diçka që shpreh dhe tregon dashuri mes njerëzve, i afron njerëzit me njëri tjetrin. Është gjë shumë e mirë, shumë e lartë, me fjalë që dikujt që mund të ketë një paragjykim ndaj teje, japësh një dhuratë. Ky paragjykim që ka me pasur ai padyshim që do të largohet. Ndihma, të ndihmojmë njëri tjetrin. Vëllai e ndihmon vllain e tij kur dikush është duke dëmtuar një tjetër, ta ndihmojmë dhe ta pengojmë që të mos e dëmtojë tjetrin. Nëse një person është i dëmtuar, të përpiqemi që t'i japim hakun, t'i japim të drejtën apo të pengojmë të tjerë që ta dëmtojnë atë. Kështu thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot unsur akhaka zaliman aw mazluma. Po. Dhe normalisht para se të kalojmë tek pjesa e urrëties, të ndalim edhe pak tek dashuria. E dim se e përmendet duhet ta duam tjetrin, të respektojmë njerëzit e kështu me radhë. Në anën tjetër prindrit e kemi obligim t'i respektojmë. Por tek çështja e dashurisë, çfarë i këshilloni ju shikuesit tan në raport me prindrit e tyre? Përderisa ne duhet i duam muslimanët në përgjithësi, atëherë duhet kemi parasysh se dashuria ndaj prindërve ka vendin më të veçantë këtu në këtë mes. Ndaj prindërve duhet të shprehim dashuri më shumë se sa ndaj të tjerëve, sepse prindërit janë shkak që kanë ardhur që ne kemi ardhur në jetë, prindërit janë kujdesur për ne dhe detyra që kemi ndaj prindërve është më e madhe se sa detyrimet që kemi ndaj njerëzve të tjerë. E drejta e prindërve, dashuria e tyre ndaj fëmijëve është e pakufishme apo jo? Pa dyshim, domethënë mëshira që kanë ata, dashuria që ka prindi ndaj fëmijës është dashuri që ngërthen mëshirë, përmban dëmshuri dhe ne duhet t'u kthejmë prindërve me të njëjtën monedhë. Domethënë dhe ne të ushqejmë dashuri për ta, t'u shprehim dashurinë atyre, të qëndrojmë pranë tyre, të shoqërojmë ata. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur ejun nasi ahqqu bi husni suhba, cili është njeriu që meriton më shumë shoqëri të mirë, ka thënë ummuk, ka thënë nëna yte, ka thënë po pastaj ka thënë nëna yte, po pastaj ka thënë nëna yte, jote, ka thënë po pastaj ka thënë babai yt. Pra ka dhënë këtë rast përparësi nënës sepse dije sakrifica e saj. Mirë hoxh, këtë dashuri të cilën e përshkruat ju deri më tani, kush e prish? Kush e dëmton? Janë disa gjëra të cilat e dëmtojnë dashurinë. E para është gjunahu. Qofse njeriu dy njerëz e duan njëri tjetrin. Nëse ndahen, dikush prej tyre ka bërë gjunah ose të dy kanë bërë gjunah. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith idha tawadda ithnaini fala yufarriq bainahuma illa dhanbun ahdathahu ahaduhuma. Nëse dy njerëz e duan njëri tjetrin e pastaj prishen, ata prishen për shkak të gjunahet që e ka bërë ndonjëri prej tyre. Kështu që njerëzit mbase edhe nuk e çojnë në përmend këtë gjë që gjunahet mund të kenë ndikim dhe në dashurinë e njerëzve me njëri tjetrin, por faktikisht situata është e tillë. Prandaj duhet të ruhemi nga gjunahet, të përmirësojmë lidhjen me Allahun, të ruhemi nga haramet, sepse nëse njeriu do të ruhet nga gjunahet, atëherë edhe dashuria mes vëllezërve do të mbetet. E dyta është sjellja e keqe. Nëse njeriu sillet keq me të tjerët, kjo çon në prishjen e lidhjeve me ta, kjo çon në ndarje apo në zënka, në grindje e kështu me radhë. E treta gjë që çon në prishjen e lidhjeve mes njerëzve është kur nuk respektohen detyrimet
ndaj tyre, për shembull, kur njeriu për shembull nuk respekton detyrimet që ka ndaj prindërve, detyrimet që ka ndaj familjes, ndaj fisit, detyrat që ka ndaj vëllezërve musliman. Për shembull, kemi detyrë që të ushqejmë ndjenja të mira ndaj vëllezërve musliman, të ruajmë zemrën e pastër ndaj tyre, të mos kemi smir për ta, të bashkëpunojmë me vëllezërit musliman në hajër, të mos bashkëpunojmë me ta në gjëra të këqija dhe të dëmshme. Po, atëherë si duhet ta shohim tjetrin kur gabon përballë nesh? Njerëzit nuk janë me lajke, janë me gabime, nuk duhet mendojmë që personi me cilin kemi të bëjmë është një melek, është i përsosur. Njerëzit nga natyra kanë edhe gabime. Kjo është e para. Kush mendon se do të gjejë një shok apo një mik në jetë i cili kurrë nuk do të gabojë, nuk ka për të zënë mik, sepse nuk ka mundësi që njerëzit mos gabojnë. Kjo është e dyta. Kjo është e para, me fjalë. E dyta, duhet kemi parasysh faktin që përderisa njerëzit gabojnë, ne duhet që t'i mbulojmë tmetat e tyre. Të mos i përhapim tmetat e mikut, të vllajt, vëllezërve musliman në përgjithësi, se nëse përhap tmetat, atëherë normale do të prishet edhe lidhja. Njerëzit do të largohen. Ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur shpërblim të madh për ata të cilët i mbulojnë apo i maskojnë tmetat e muslimanëve, men satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Kush ja mbulon tmetat një muslimani, ja maskon atij tmetat, Allahu i lartësuar ka për t'ia maskuar atij tmetat në dynjë dhe në botën tjetër. Gjithashtu, nuk duhet të gjurmojmë tmetat e muslimanëve. Për shembull, nëse nuk e dim se dikush ka tmeta apo ka gabime, nuk kemi pse t'i gjurmojmë, pse t'i mbledhim tmetat, edhe të përpiqemi t'i paraqesim ato tek njerëzit. Kjo nuk është një cilësi e mirë, madje këtë mund ta bëj vetëm një musliman i dobët ose njerëz që kanë hipokrizi, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të saktë: ya ma'shara man amana bi lisani wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi la taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim. O ju që keni besuar me gojë, por që ende nuk ka depërtuar imani, besimin në zemrat tuaja, la taghtabu al-muslimin, mos i përgojoni muslimanët, wa la tattabi'u awratihim, dhe mos gjurmoni tmetat e tyre, sepse kush gjurmon tmetat e muslimanëve, Allahu i lartësuar ka për ta demaskuar qoftë edhe në mesin e shtëpisë së tij. Dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm është këshilla e çiltër dhe sinqert. Njeriu gabon, tmetat duhet ja mbulojmë, nuk duhet t'ua gjurmojmë tmetat të tjerëve, dhe nëse do ta këshillojmë dikë, ta këshillojmë me çiltërsi, me sinqeritet. Dhe në fakt kjo është edhe një nga të drejtat e muslimanëve. An-nushu, ta këshillojmë me çeltërsi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith ad-dinu an-nasiha, ka thënë feja është këshill e sinqert. Qalu liman, thanë për kë? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immati wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Ka thënë për kë? Ka thënë për Allahun, për të dërguarin e tij, për librin e Allahut, për prisat e muslimanëve dhe për mbar muslimanët. Xherir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu ka treguar se i ka dhënë besën profetit sallallahu alaihi wasallam për 3 gjëra: për faljen e namazit, për dhënien e zakatit, wan nush li kulli muslimin, dhe për ta këshilluar çdo musliman me çeltërsi. Profeti ka përmendur detyrat ose të drejtat e muslimanit në një hadith, dhe ndërto ka përmendur wa idha stansahahu an yansah leh. Nëse muslimani kërkon një qendrim të çiltër, të sinqert apo një këshill, atëherë ta këshilloj me sinqeritet. Dhe kjo që po thoni hoxh do të ndihmonte pastaj në përmirësimin e raporteve ndërvëllazërore? Padyshim. Nëse falim gabimtarin? Padyshim, nëse do ta falim gabimtarin, nëse do ta anashkalojmë gabimin e tij, do të ruhet vllazëria, do të ruhet. Do përfitojmë edhe ne nga falja e Zotit me këtë rast. Dhe kush ja fal gabimin një njeriu, pritet që dha të ta falë Allahu i lartësuar. Prandaj ka thënë ighfir tughfar. Është një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam në cilin thotë fale tjetrin në mënyrë që Allahu i lartësuar ty të fal, toleroje tjetrin në mënyrë që edhe ty të tolerojë Allahu, mëshiroje tjetrin në mënyrë që edhe ty të mëshirojë Allahu, mbuloja apo maskoja gabimet tjetrit në mënyrë që edhe ty
ti maskoj gabimet Allahu i lartësuar dhe si të bësh do të gjesh. Sigurisht. Në qoftë se njeriu do t'i trajtojë në këtë mënyrë vëllezërit musliman, do të shpresoj që dhe Allahu i lartësuar ka me trajtuar në këtë mënyrë, pra me falje, me mbulimin e tmetave. Pra ka arsye për të shpresuar. Mirë, hoxh, kalojmë tani tek çështja e urrëties. Kush e shkakton urrëtien tek njeriu? Nga buron ajo? Urrëtia buron nga smira, zilia, konkurenca për dynjë, për kënaqësitë dhe të mirat e kësaj bote, ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që të pastrojmë shpirtin, të pastrojmë zemrën. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ka thënë mos e keni smirë njëri tjetrin, mos mashtroni njëri tjetrin në shitblerje. Pra mos e mashtroni njëri tjetrin. Pastaj thot mos e urreni njëri tjetrin. Mos e urreni njëri tjetrin. Thot pastaj mos i kpusni lidhjet me njëri tjetrin. Thot mos ja prishni shitblerjen njëri tjetrit. Dhe bëhuni o robërit e Allahut vëllezër. Muslimani është vëlla për muslimanin. Devocioni e ka zemrën në vendin në zemër. E taqwa ha huna e ka vend në zemër dhe këtë e përsëritet 3 herë. Pastaj tha el muslimu akhul muslim. Muslimani është vëlla për muslimanin. Prandaj nuk lejohet që t'i bëj padrejtësi, nuk lejohet që muslimani të braktisë vëllain e tij, nuk lejohet që ta përçmojë vëllain musliman. Do t'i mjaftonte njeriu si e keqe që të përshmonte vëllain e tij musliman. Ky është fundi i këtij hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Mashtrimi, nëse një musliman mashtron një tjetër, kjo shkakton urrëtie, ndaj duhet që të evitojmë mashtrimin. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: men ghashana falaysa minna, kush na mashtron nuk është prej nesh. Nëse njeriu e mashtron një tjetër, normalisht kjo do të shkaktojë urrëtie ndërmjet tyre. Konkurenca për dynjë, për të mirat e kësaj bote. Nëse njerëzit hyjnë në konkurrencë me njëri tjetrin për të mirat e kësaj bote, mund të shkaktohet urrëtia ndërmjet tyre, ndërsa nëse do të konkurrojnë për punët e ahiretit përkundrazi, për gradat e larta në xhenet, do të shtohet dashuria ndërmjet tyre, se dynjaja është e ngushtë dhe shkakton urrëtie ndërmjet njerëzve, ndërsa xheneti është i gjerë dhe ata që konkurrojnë për arritjen e xhenetit nuk do të kenë urrëti për njëri tjetrin. Në fakt, konkurenca për dynjë, smira, urrëtia është smundja e popujve, pra smundja që ka shkatruar popujt, ka shkaktuar shumë probleme, madje mund të çojë edhe në zënga dhe probleme shumë të mëdha. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: se yusibu ummati da'ul umam, ummetit tim do t'i bjerë smundja e popujve. Qalu wa ma da'ul umam ya Rasulullah, thanoi dërguar Allahut, po cila është smundja që ka prekur popujt? Qala al asharu wal bataru wat takathuru wat tanafusu fi dunya wat tahasudu wat tabaghud hatta yakuna al baghyu thumma al harju. Ka thënë është mendimallësia, kryelartësia, arroganca, konkurenca për më shumë, konkurenca për një pozitë më të lartë, për pushtet, për më shumë pasuri e kështu me radhë, për njerëzit konkurrojnë për gjërat e kësaj bote, smira për njëri tjetrin, urrëtia për njëri tjetrin, këto pastaj sjellin padrejtësi, shkaktojnë dhunë dhe mund të çojnë deri në konflikte të armatosura. Allahu na ruajt, pra këto gjëra e kanë burimin nga këto probleme shpirtërore. Pra urrëtia po nxit ka edhe padrejtësi me këtë rast. Vigjozi, kumari, pijet alkolike, lëndët narkotike, drogat, këto shkaktojnë gjithashtu urrëtie mes njerëzve. Ndaj Allahu i lartësuar e ka ndaluar alkoolin, i ka ndaluar pijet desa. Dhe këtu përfshihen, domethënë edhe lëndët narkotike. Ka ndaluar bigjozin, këto janë gjunahet më dha, se shkaktojnë urrëtie. Allahu i lartësuar ka thënë: inna ma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal-baghdha'a fi al-khamri wal-maysiri wa yasuddakum 'an dhikrillah. Shejtani dëshiron që të
fus ndërmjet jush urrejtje dhe armiqësi fil khamri wal maisir, nëpërmjet pijeve dehse dhe bixhozit kumarit. Kalem tani hoxh tek dëmet që sjell urrejtja tek njerëzit, tek vëllezërit musliman. Thjesht a mund të ketë urrejtje mes besimtarëve, por që mund të shërohet, të përmirësohet më pas? Dhe çfarë dëme sjell me këtë rast? Nëse do të flasim për dëmet, padyshim dëmet e urrejtjes janë të shumta. Një njeri që urren të tjerët do ta urrejë dhe Allahu. Pra kush urren musliman ka për ta urryer Allahu, do ta urrejnë edhe muslimanët. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, kur Allahu e do një njeri, i thret Xhibrilit dhe i thot, unë e dua filanin, prandaj duaj atë. Dhe do ta doj Xhibrili. Pastaj Xhibrili do të thras banorëve të tokës dhe do të thotë atyre: Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Allahu i lartësuar e do filanin, ndaj duajeni atë. Dhe do ta duan dhe banorët e tokës, do të vendoset për të dashuria dhe pranimin në tokë. Wa idha abghadha Allahu 'abdan, kur Allahu e urren një njeri, do t'i thras Xhibrilit, unë e urrej filanin, prandaj urreje ata, dhe kështu do ta urrej Xhibrili alayhi salatu wasalam, dhe do t'u thras banorëve të qiellit me lajkeve. Me të vërtetë Allahu i lartësuar e urren filanin, urrejeni dhe ju ata, dhe kështu do ta urrejnë banorët e tokës, do të vendoset për të urrejtja në tokë. Kështu që urrejtja për njerëzit sjell urrejtje nga Allahu për këtë njeri që ushqen ndjenjat e këqija. Cilësia e kujt është urrejtja me këtë rast? Urrejtja është cilësi e ziliqarit. Është cilësia e njeriu të pangopur. Është cilësia e njeriu që lakmon ato gjërat të cilat nuk i takojnë, por për të vazhduar me dëmet e tjera të urrejtjes, urrejtja shkakton përçarje mes muslimanëve, mes njerëzve. Urrejtja shkakton gjithashtu edhe dhunë dhe armiqësi dhe konflikte, siç përmend dhe në një hadith që e përmenda pak më përpara. Tani të kalojmë tek shërimi i saj. Si bëhet? Cili është ilaçi për të shëruar nga urrejtja? Urrejtja si një smundje e keqe e cila i prish lidhjet mes muslimanëve dhe i largon njerëzit nga njëri tjetri, ka dhe ilaç. Çdo smundje e ka ilaçin e saj. Së pari, lutja. Ti lutemi Allahut të lartësuar. Lutja është një armë e fortë. Është një armë në duart e besimtarit. Ndaj në shumë hadithe është përmendur lutja për pastrimin e nefsit. I lutemi Allahut që na e pastroj nefsit, na e fisnikroj nefsin, që të mos ushqejmë ndjenjat të këqija karshi të tjerëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam për shembull në një lutje thoshte: "Es'aluka qalban salima", dhe të lutem o Allah, më jap për zemër të pastër. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam duke bërë lutje thoshte: "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha". O Allah, jepi zemrës time devocion dhe pastroje atë. Pastroje do të thonë nga dëshirat e këqija, si nga smira, nga urrejtja, nga menimallësia e tjerë. Sepse ti, vetëm ti e pastron zemrën, nuk ka kush që mund ta pastrojë atë përveç teje. Pra, e para është lutja, ti lutemi Allahut të lartësuar. E dyta, në vend të urrejtjes, të ushqejmë dashuri për të tjerët. Dhe këtu është me vend që të flasim edhe për raportet e muslimanit me jo muslimanët, se deri këtu pak a shumë fol për raportet me muslimanët, por ka dashurit natyrshme, ka edhe dashuri që rrjedh nga ndjenjat fetare apo nga bindja fetare. Po. Dashuria ndaj prindit, edhe nëse prindi është kafir, nuk është musliman, muslimani ushqen dashurit natyrshme ndaj prindit. Nëse dikush është i martuar me një bashkëshorte çifute, një musliman është i martuar me një çifute ose një krishtere, do të ushqejë dashuritë natyrshme ndaj saj dhe nuk ka ndonjë pengesë. Ose edhe ndaj fëmijëve apo ndaj njerëzve të fisit që nuk janë musliman, është fjala për dashuritë natyrshme, jo dashuria që rrjedh nga bindja fetare kështu me radhë. Por kjo dashuri nuk duhet të bëjë që njeriu të kryejë haram, apo të plotësojë dëshirat të dashurve të tij në gjëra të cilat përbëjnë shkelje ndaj ligjeve të shariatit. Këtu domethënë duhet bëjmë kujdes. Tjetër,
Sa i përket dashurisë rrjedh nga bindje fetare, qëndrimet fetare, normale që në muslimanin nuk ushqen dashuri ndaj jo muslimanëve në këtë këndvështrim, por duhet kemi parasysh që nuk ka asnjë pengesë që me u bë mirë të tjerëve jo muslimanëve. Allahu i lartësuar përderisa ne jemi me jo muslimanë në marrëdhënie paqe, mund t'u bëj mirë atyre. Duhet jemi të drejtë me ta. Kështu ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an: la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allahu i lartësuar nuk u ndalon që t'u bëni mirë atyre të cilëve, të mbani drejtësi dhe t'u bëni mirë atyre të cilëve nuk ju kanë luftuar për shkak të fesë dhe nuk ju kanë dëbuar nga vendet e tyre. Pra, me fjalë të tjera, përderisa me jo muslimanët jemi në marrëdhënie paqësore, ne duhet mbajmë drejtësi ndaj tyre, duhet të sillemi me drejtësi me ta dhe gjithashtu këshillohet që dhe t'u bëjmë mirë atyre, siç kuptohet nga ky ajet i Kuranit fisnik. E përgjithshmja për të rregullimin e marrëdhënieve mes muslimanëve, të plotësojmë detyrat e vllaznisë islame, të japim selam, të dhurojmë njëri tjetrit, nëse domethënë njeriu ndjen se urren dikë për një të mirë që ja ka dhënë Allahu dhe kjo tregon smir, le të bëj të kundërtën, të flas mirë për të, të mos e mbaj në gojë. Dhe gjithmonë tendenca për të rregulluar raporte mes vëllezërore ndihmon në largimin e urrëties dhe shtimin e dashurisë. Hoxh, kaq kishim minuta për sot. Faleminderit që ishit me ne. Allahu shpëlbeft. Të nderuar televizionistë, kjo ishte tëra për emisionin e sotëm ditët e ndryshimit. Faleminderit që na ndoqët. Selamun alejkum.